Nuk është para pa që ushtarët e FSK-s të shkojnë në zonat e luftës, mirë po është para pa që kur të ndërpritin ato luftime, ata të jenë pjesë e kontingjenteve për rujtjen e paqes, për përmbajtjen e paqes, një paqe që do duhet të arrihet. Dhe kjo automatikisht zvoglon rrezikun për pjesëtarët e FSK-s që të jenë të involvuar drejt për drejt në luftime. Natyrisht që edhe në situata paqes nuk nënkupton që është situatë tërësisht e qetë, mund të ketë probleme, por nuk janë të karakterit të luftës, kështu që kjo është një mundësi e mirë për forcën e sigurisë së Kosovës, sepse aty do të arrihen përvoja të reja për pjesëtarët e FSK-s, të cilët kanë bërë trajnime të shumta dhe janë përgatitur për situata të këtilla. Kështu që kjo përveç se i ndihmon pjesëtarët e FSK-s, në fakt është një mundësi e mirë edhe për vetë Kosovën si shtet, si Republikë e Re, për shkak se i forcon lidhjet miqësore me shtetet e fuqishme, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa të tjerë që janë pjesë e këtyre kontingjenteve. Dhe në këtë aspekt mund të themi që përvojat që kanë arrit edhe nën oficerët, edhe ushtarët dhe oficerët e forcës sigurisë do të aplikohen në teren dhe kjo vetëm sa e shton dhe arrit kredibilitetin e kësaj force e cila ka një zhvillim të mirë në kuptimin profesional dhe edhe pse nuk ka përfunduar cikli i saj i përmbushjes së kapaciteteve të plota përfundimtare sipas planeve që janë të parapame, megjithatë janë disa njësi që mund të kontribuojnë në rujtjen e paqes në Gaza. Po këto raste nuk jepet mundësia sa herë që ti don dhe ke nevojë, por këto raste si mundësi i kemi atëherë kur ka kriza të këtilla siç ka ndodhur në këtë rast në Gaza. Prandaj mendoj që është në një moment të përshtatshëm për forcën e sigurisë të Kosovës dhe për Kosovën përgjithësi për shkak të momenteve politike që po i përjetojmë si shtet, por edhe për shkak se agjendat e mbrojtjes dhe sigurisë në botë po ndryshojnë me një shpejtësi të madhe marramense dhe pikërisht ky moment është që e ndihmon edhe forcën e sigurisë që të përshtatet me rrethana të reja me ato kapacitete që i ka. Sa i përket çështjes së vendimit nga ana e presidentit së vendit që në kuadër të një misioni të paqërues në Gaza të dërgohen pjesëtarë të FSK-s, unë mendoj që në aspektin profesional e dëshmon faktin që Kosova tani mund të ndërveprojë me forca ndërkombëtare dhe në mision i tillë e garanton dhe stabilizon Kosovën në rrugtimin e saj drejt NATO. Sipas gjitha gjasave, në kuadër të këtij misionit është një garancë nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës që Kosova dhe ushtria e saj pas përmbylljes së planit 10 vjeçar të jetë pjesë përbërëse e NATO-s, pra jo më në radhë 2028. Pra, mbi këtë bazë ne mund të konstatojmë një fakt që bashkërendimi dhe bashkëpunimi dhe dërgimi i trupave të tonë atje nuk e minimizon, nuk e dëmton kredibilitetin, funksionalitetin e forcës së sigurisë së Kosovës, sepse ne kemi marrë garanca që pjesën mbështetëse logjistike për dërgimin e forcave tona atje dhe për mbajtjen e tyre në një mision të tillë paqërues humanitar do të garantohen dhe do të mbulohen nga marrëveshja dy palëshe me gardën e Ajovas, por njëkohësisht do të kemi edhe mbështetje nga Departamenti i Luftës i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe me këtë gjë ne garantojmë profesionalizmin, e garantojmë rrugtimin e Kosovës drejt mekanizmave të tilla ndërkombëtar.